përgatisim focaccia. Në një tas hedhim 350 ml ujë të vakët. Shtojmë edhe një lugë të vogël në mjall, edhe 2 lugë mesatare në maja buke. Shtojmë edhe një lugë të vogël me krip. Në pas shtojmë mjellin, e përzijmë mirë, edhe e lëmë për 20 minuta të fushojë. Pas 20 minuta shëmatim dhe hedhim vaj ulliri, e përzijmë dhe e lëmë të fushojë. Pastaj pas 20 minuta kalosim në trepka, pas 20 minuta, që fusim në frigorifer. Edhe nisim në vitën bëjmë edhe vaj ulliri dhe erësa, nxjerrim nga frigoriferi dhe e fusim në tavë. E lëmë të pushoj disa minuta dhe e lyejmë me vajin e ullirit, hudhra dhe erësa. E pjekim në 2